një kombëtare shumë e fortë me ta, sepse kemi hek për një qendër mbrojtës, domethënë me mungesën e Amirit, me mungesën e Dellovës, kemi hasur shumë probleme në fazën defanzive. Ndërsa kemi pas Ardian Ismailin që është një lojtarë më të mirë në Serie A. E kemi pas Mirlin Dakun, ku na kemi shku në kualifikuese me vetëm një qendër sulmues, që ka qenë Muriç. Duhet lidhur me 13 lojtarë. Lutem, sepse nuk ka folë ende. Kjo është problemi që kemi shku me 13 lojtarë, sot ikin lojtarë. Nga këtë vështrimi i gazetarit Granit, dua të shoh një artikull i cili është publikuar nga një portal, themi i afërt me Federatën e Futbollit të Kosovës, sepse asnjëherë nuk e shohim atë duke bërë ndonjë raportim apo ndonjë kritikë, që thuhet a ekziston grupi kriminal i kontrabanduesve me futbollist. A duhet që SPAK të merret me këtë çështje? Në këtë aq lart e ngrisin këtë temë, saqë themi hidhet në opinion si tezë që po ekzistoi ka një farë grupi kontrabandues që i merr futbollistët nga Kosova te Shqipëria. Kanë me arrestu tash. Në fakt është interesant. Si e cilëson etika gazetareske nëse shko deri në këtë nivel? Kjo po lidhet me çata që thash më herët. Po këtë s'ka etika gazetareske hiç, po është çështje që vërtet ndoshta edhe unë si koleg i tyre tash, sepse janë gazetarë të sportit, nuk kisha pas që ndoshta edhe më ia dhënë kritik as të madhe, ndoshta edhe më cilësu si Jo, po nëse shkruhet kjo atëherë duhet të ketë fakte, besoj. Mendon që jo, fakte, çfarë fakte me arrestu SPAK-u dikën për kontraband futbollistë, se pas na dëzgju kur. Nuk ka kur gjë të jashtë. Është me mbrojt profesionin, jo çu më thonë, është drejtë jote, veç po ndryj kështu, po diskutojmë. Mendoj që më shumë do të më mbrojt profesionin se sa Po, ajo që ndron, po përdrysoni jam këtu tashmë me shprehje me temën kundër kësaj që është skandale për mua dhe nuk thuhet hiç ky fakt çështje, nuk shkruhet bile me përmend SPAK-un për futbollista, po vjet çudi, por po duam me dalë te pjesa e pse po i humbim lojtarët, ndoshta federata duhet me marrë një mënyrë tjetër të qasjes ndaj futbollistëve, sidomos i përmendëm edhe emrat shumë lojtarëve të tjerë që janë largu prej Kosovës dhe kanë shku te Shqipëria, pse mos i futim në lojë dhe t'i djegim një minutë, sepse aq mjafton për ta mbajtur në ekip. Ne kemi Mujën, të cilin e ka ftu Shqipëria dhe nuk po e fton më. E ka djeg dhe nuk e fton më, kështu që pse nuk e bën të njëjtin sistem me futbollistët tjerë, pra kombëtarë e Kosovës këtë rast. Bruti mendoj që e ka merituar. Me gjithë respektin, po nuk është termi i dur me thonë me djeg. Po s'është term, po e përdorët. Ideja është se ti lun kur je në formë. Edhe të Shqipënia Muja ka luajtur kur ka qenë në formën më të mirë, sepse kemi pasur që ka luajtur në kualifikime. Grupeve, në Champions, jo, ka luajtur edhe në Champions League kundër Barcelonës. Ideja është që ti te kombëtarja duhesh me luajt në momentin më të mirë kur je ti, domethënë. Po djegë. Brudi ka pas momente shumë të mira që na kemi shumë me shfrytzu, sepse na nëse pak edhe nuk e njohatëm këtë pjesën e lojtarëve të ri, talentuar. Është edhe rasti i Ermir Rashicës që prej gjeneratave të reja të Kosovës ka shku te Skënderbeu, na shumica nuk e ka njoft fare, domethënë ai shkoi tash e përfaqëson Shqipërinë në gjenerata të reja. Kam informacione të sigurta Granit që kombëtarja e Shqipërisë U15 është duke kërkuar Kron Avdiun nga kombëtarja U15 e Kosovës. Pra nuk janë duke kërkuar vetëm futbollistë të moshës 20-21 vjeçare apo. Kemi rastin edhe të Medon Berishës te U19 që ka qenë, Shqipëria është duke monitoruar edhe futbollistët në grup mosha të reja, 13, 14, 15 vjeçare. Arlen, po flasim përmjet federatës a klubit. Jo, po flasim direkt futbollistët përmes prindve. Është veç edhe diçka. Për Kron Avdiun, se përmendë si gjenerat U15, unë jam marrë përgjithë si selektor të regionit, edhe më ka rastis ky lojtar, edhe me të vërtetë është lojtar shumë interesant, lojtar shumë i mirë vrapus, ka vizion, edhe ka do të thotë shumë elemente të mira teknike, ky lojtar që të bëhet lojtar i madh, dhe për ata ndoshta edhe ka rënë sy. Është lojtar. A luajt Kosova me Shqipërinë ndeshje miqësore në Kuks? Atje Shqipëria si ka rënë në sy dhe më njëherë është aktivizuar pra për një futbollist 14 vjeçar. A dini që shumicën e ndeshjeve miqësore me Shqipërinë vetë sherrën jo kemi pa. Te gjenerata U19, po e vërtetë. Te gjenerata U19 na ka ikë një super futbollist që është Medon Berisha, që sot luan te Lecce si startues në Serie A, që ai tipari futbollistit edhe trajneri Silvinjo e ka vret më herë, domethënë është buje e madhe në Shqipëri kur e ka ftuar domethënë në listë për kampionat evropian. Po flasim për lojtar të një niveli shumë të lartë që po joshin me oferta shumë të mira për me shku edhe më paraqit. Me Don Berishën po du më ndërlidh shkurtimisht e kam. Ai kujtohet Alban Bushi po kur dol në konferencë për media tha kemi josh me ofertën me bë kapitan.
Kështu do të thonë, kjo tregon çfarë strategji afatgjate kanë njerëzit që janë brenda Federatës së Futbollit, ja kanë ofruar shëritjen e kapitenit për